Kur jemi në opozit, flasim për status, kur vim në pushtet, flasim për komplikacione. 3 vjet më parë me konsensus i rritët rrogët tuaja. Ju që përgatiteni të ngrini kartonat e kuq sot, për t'ja pamundësuar minatorëve kujdesin shëndetësor, kompensimin në rast aksidentesh, mundësin e shkollimit të fëmijëve të tyre. Ju pra që ngritët para 3 vjetësh kartonat jeshil, për rrogat tuaja, për gjithë ju kam veç një pyetje. A mendoni se puna juaj është më e vështirë se puna i minatori? A mendoni se puna juaj i vlen më shumë shoqërisë shqiptare se puna e një minatori? A mendoni se i meritoni ato mira euro, dieta që merrni çdo muaj, për qira, për naftë, për komisione, për udhëtime në përbot, për lodhjen e madhe që keni? Kush punon e kush paraziton në këtë shoqëri? A ju ka rënë ndonjëherë rruga për në Bulqiz? A jeni zgjuar ndonjëherë në orën 5 mëngjeseve të acarda për t'ju ngjitur malit më këmbë deri në hyrjen e galerisë e për t'ju futur malit më tej 1 kilometër në thellësi, duke uruar shokut që keni në krah dalshim gjallë që këndej. Dje ishte 78 vjetori i hapjes së minjerës së kromit në Bulqiz. Ka 78 vjet që ai marr nxjerr krom e ha njerëz. A jeni ulur ndonjëherë të flisni me një familje që ka humbur njerëz në galeri, me një grua që ka humbur bashortin e që punon pastruese, me fëmijë që detyrohen ende të rëmojnë pirgjet e mineralit të hedhur, me shpresën se me zgurrësh do gjejnë 1% krom. Ai krom që për banorët është një mineral i mallkuar sepse mban me shpresën e tij fitimin e jetesës. Asgjë më shumë se sa fitimin e jetesës. Por ai mineral është i njëjti që brenda galerive mua më merr jetën.